Horoskopi ditor, 26 nëntor 2025, dashi, sot mendja jote është e kthjellët si ujë mali. E sheh çdo gjë qartë, pa egzagjerime, pa iluzione. Pikërisht kjo të ndihmon të marrësh vendime të drejta, të mençura dhe të vësh në rregull disa gjëra që të kanë lodhur kohët e fundit. Fjalët e njerëzve mund të prekin sot, por në sensin e mirë. Dikush mund të thotë diçka që të hap syt, ose të jap një shtysë që të duhej prej kohësh. Ka një energji të fortë që të ndihmon të jesh më i organizuar, më i matur dhe më i vendosur. Marrëdhëniet e tua, qoftë shoqërore, familjare apo sentimentale, i sheh ashtu siç janë. Pa zbukurime, por edhe pa dramë. Kjo të jep forcë të kuptosh kush të do me të vërtetë dhe kush të kërkon vetëm kur i duhet diçka. Sot ecën me kokën lart, me një dinitet që të vjen natyrshëm. Njerëzit e vërejnë këtë dritë që ke dhe të afrohen, jo për interes, por sepse u ngjall kuriozitet. Demi, sot mund të dëgjosh biseda ose fjalë që, pa e kuptuar, të japin një mësim të vlefshëm. Dikush mund të thotë një fjalë të thjeshtë, por që të ndriçon mendjen. Ti sot sheh më qartë, vëren detaje që zakonisht do të t'i shpëtonin, dhe kjo të ndihmon të kuptosh më mirë një situatë që të kishte ngarkuar. Energjia e ditës të shtyn drejt bisedave të qeta, të pjekura, me njerëz që kanë vlerë. Mund të marrësh këshilla që nuk janë vetëm të bukura, por edhe të dobishme në praktikë. Edhe marrëdhëniet e tua sociale mund të ecin përpara, pa bujë, por me hapa të sigurt. Në dashuri dhe miqësi ka një ndjenjë stabiliteti, një besnikëri që të qetëson shpirtin. Dikush mund të tregojë për kushtimin ndaj teje jo me fjalë të mëdha, por me gjeste të vogla, të sinqerta. Edhe ti sot e shpreh dashurinë përmes veprimeve konkrete, një ndihmë, një dorë e zgjatur, një gest i thjeshtë që flet shumë. Nëse ke një marrëdhënie, momentet e përbashkëta sot kanë një ngrohtësi të veçantë. Nëse je vetëm, sot mund të vëresh diçka që nuk ke parë deri tani, diçka që ka qëndrueshmëri dhe karakter. Sot përfiton nga qetësia, maturia dhe sinqeriteti. Dhe çdo hap i vogël që bën, të çon drejt diçkaje më të mirë. Binjakët, sot është një ditë që të shëron, si për mendjen, ashtu edhe për trupin. Mund të zbulosh diçka që të ndihmon të qetësohesh, një teknikë të re, një rutinë, ose thjesht një mënyrë për të çliruar nga stresi. Edhe vetë prania e njerëzve të qetë rreth teje të bën mirë, ndaj sot bashkëpunimi dhe harmonia me të tjerët të vinë më natyrshëm. Instinkti yt është i mprejtë. E dallon menjëherë çfarë ka vlerë, kush është i sinqertë dhe kush ja vlen të jetë afër teje. Sot e bën punën me dëshirë, me mendje të pastër dhe çdo detaj i vogël që mbyll të jep kënaqësi, sikur po vë rregull jo vetëm jashtë, por edhe brenda vetes. Një qasje e duruar, e thjeshtë dhe e sigurt të sjell më shumë rezultat se sa çdo gjë impulsive. Sot, gjërat e vjetra që kanë funksionuar gjithmonë janë baza jote më e fortë. Mund të marrësh me qejf punë që i ke shtyr, ose të kujdesesh për shëndetin tënd me më shumë disiplinë. Nëse ke një projekt ambicioz, sot është dita ideale për të hedhur themelet. Nuk të trembin detajet, përkundrazi, të japin një ndjesi arritjeje sa herë që përfundon diçka të vogël. Planet që lëviznin rreth teje të ndihmojnë të kuptosh se çfarë është me rëndësi të vërtetë. Dhe e bukura është kjo, procesi nuk të lodh, por të çliron. Çdo hap i vogël të shtyn drejt një jete më të qetë, më të rregullt dhe më të balancuar. Gaforja, gjysmën e parë të ditës e ndjen veten më të lidhur me njerëzit, me ndjenjat, madje edhe me botën përreth. Ka një lloj shprese që të ngrohon zemrën. Mund të tërheqin gjërat romantike, krijuese, apo edhe thjesht diçka që të argëton e të rikthen energjinë. Sikur zemra po ngarkohet sërish me dritë, më vonë, dita merr një ton më toksor. Nuk ka dramë, nuk ka ngutje, por ka përgjegjësi, qartësi dhe veprime me mend në kohë. Mund të ulesh e të përqendrohesh te diçka konkrete, një plan, një ide, një projekt që do kohë, por që ja vlen. Gjërat praktike sot të ecin mirë, sidomos në para, biznes, organizim ose punë krijuese. Energjia nuk të shtyn drejt rreziqeve apo aventure të zbrazta. Përkundrazi, të thotë, bëj lëvizje të mençura, të qeta dhe të sigurta.
Dhe e bukura është se besimi që ke në planet e tua sot është më i shëndetshëm, jo ëndra bosh, por një siguri që vjen nga realiteti, mund të tërheqin hobi apo aktivitete që përveç kënaqësisë të japin edhe mësime ose ndërtim personal. Ose mund të investosh më shumë punë të marrëdhëniet e rëndësishme, jo me fjalë të bukura, por me vepra që tregojnë stabilitet dhe besueshmëri. Kjo është dita e duhur për t'i forcuar gjërat, një lidhje, një projekt, një ide që ke në zemër. Sharmi yt personal duket më i matur, më i qetë, por aq i fortë sa t'i hap dyer. Dita të mëson këtë, gur mbi gur ndërtohet gjithçka që vlen. Luani, sot qielli duket sikur të thotë: kujdesu për shtëpinë, për bazën tënde, për gjërat që të japin siguri. Mund të tërheqë ideja të rregullosh diçka në shtëpi, të sistemosh një vend, ose të investosh kohë dhe energji të një hapësirë që e do dhe çuditërisht, kjo të sjell kënaqësi, jo lodhje. Hapat e sotëm duhen bërë me qetësi. Nuk është dita për gjeste të mëdha, por për maturi dhe mençuri. Energjia e Venusit me Saturnin shpërblen ata që ecin me tokën nën këmbë, jo me nxitim. Duke dëgjuar, duke qenë i përulur, duke përdorur metodat që gjithmonë kanë funksionuar, sot fiton më shumë. Mund të lidhesh me njerëz që të japin këshilla të vlefshme, apo të zbulosh informacione që të ndihmojnë në jetën praktike. Sot dallohet bukuria e durimit, e stabilitetit dhe e metodës së vjetër që kur nuk dështon. Mund të mendosh edhe për investime, ndonjë send koleksioni, diçka me vlerë afatgjat, një blerje për shtëpinë, madje edhe diçka vintage apo antike që ruan histori. Instinkti yt është i fortë për gjëra që kanë vlerë, jo për shpenzime të kota. Në familje dhe shtëpi gjërat ecin më butë, më normalisht. Njerëzit sot vlerësojnë anën tënde të qëndrueshme, besnike dhe parashikueshme. Ti kërkon ambiente që të japin siguri dhe pikërisht aty gjen qetësi dhe ngrohtësi. Sot ndihesh më mirë duke ndërtuar, jo duke shkatëruar, duke forcuar, jo duke rrezikuar. Dhe çdo gjë që prek e bën më të qëndrueshme. Virgjëresha, sot gjithçka duket se ecën më lehtë. Njerëzit bashkëpunojnë më shumë, situatat janë më të qeta dhe më të balancuara. Ky ritëm i butë të përshtatet, sepse ti funksionon më mirë kur ka qartësi, rregull dhe respekt reciprok, ka një frymë krijuese që të prek. Mund të vijë një ide e re, një mënyrë e bukur për të zgjidhur diçka, apo një frymëzim i vogël që të hap rrugë. Interaksionet me të tjerët sot janë më të pjekura, më të drejta, dhe ti ndihesh mirë kur ke të bësh me njerëz që e mbajnë fjalën dhe dinë çfarë duan. Sot nuk të tundin gjërat e reja e të zhurmshme. Ajo që të bën përshtypje është qëndrueshmëria, mençuria dhe karakteri i fortë i dikujt. Të tërheqin njerëzit që kanë përvojë, që dinë të dëgjojnë dhe që japin këshilla me vlerë, është një ditë e mirë për mësim dhe dituri. Mund të studiosh me përqendrim, të përvetësosh një aftësi të re, ose të ndash një njohuri që dikujt tjetër i bën shumë punë. Edhe mësimdhënia sot të jep kënaqësi, ndjesia se po i jep dikujt diçka të dobishme të mbush me vlerë, prakticiteti dominon. Ti sheh gjërat qartë dhe i lidh informacionet me lehtësi. Idetë që i ke pasur vetëm në letër fillojnë të marrin formë, sikur gjithë pjesët më në fund po bëhen bashkë. Sot je i fokusuar, i qetë dhe fjalët të shkojnë në vendin e duhur. Çdo gjë e vogël që mëson ose ndan, të çon përpara. Peshorja, sot sikur të hapet një dritare e vogël drite brenda teje. Mund të ndihesh më optimist, më i qetë, ose thjesht i aftë të shohësh anën pozitive të një situate që më parë të dukej e rëndë. Kjo qetësi e brendshme të sjell një lloj gëzimi të thjeshtë, por të sinqert. Dikush mund të vendos besimin tek ti, si ti thot, merre ti drejtimin, ti e di ç'bën. Dhe vërtet, sot gjykimi yt është më i pastër. Me ndikimin e Venusit dhe Saturnit, ti e lexon realitetin më ftohtë, më qartë, sidomos kur bëhet fjalë përpara, punë dhe shëndet. Çfarë bën sot, blerje, organizim, punë, apo thjesht komunikim, të çon drejt zgjedhjes së duhur. Nuk e tepron, nuk e mangëson. E gjen masën. Dëshiron stabilitet dhe vendimet që merr janë të studiuara, të maturuara, pa nxitim. Është mirë të fokusohesh te problemet që mund t'i zgjidhësh me hapa të vegjël, një nga një.
Sot nuk duhet të luftosh me male, por të ecësh me qetësi në rrugën tënde. Mund të kesh një moment afrimi me dikë që të intereson, një bisedë që vlen, një kuptim i përbashkët, një gjest që krijon lidhje. Sot njerëzit të vinë vetë, sepse shohin të ti qetësi, elegancë dhe ekuilibër. Ti sot je magnet për energji të mira. Akrep, sot ke një ditë të fortë për të vënë në punë kreativitetin, talentet dhe aftësitë që i ke me bollët. Mund të kesh një bisedë të sinqertë me dikë të rëndësishëm për ty dhe pikërisht kjo bisedë të hap rrugë, të sjell ide dhe zgjidhje që si kishe menduar. Sa më shumë afrohet mbrëmja, aq më shumë të vlerësojnë të tjerët. Njerëzit rreth teje e kuptojnë besnikërinë tënde, seriozitetin dhe faktin që nuk i lë gjërat në gjysmë. Sot fjalët e tua peshojnë, këshilla jote dëgjohet dhe prania jote jep siguri. Marrëveshjet që bëhen sot, qoftë në marrëdhënie, punë apo projekte, zgjasin. Sot askush nuk luan me fjalët. Serioziteti dhe qëndrueshmëria janë kudo, me që Venusi është në shenjën tënde dhe lidhet bukur me Saturnin, je në formën ideale për të rregulluar punë, për të sistemuar diçka të rëndësishme ose për të forcuar një projekt krijues. Por mbi të gjitha, kjo energji të jep një vetbesim realist, atë lloj sigurie që nuk është mendje madhësi, por e vërtet, e ndërtuar me prova, një marrëdhënie, një rol që luan, ose një projekt që ke në dorë sot të jep stabilitet. Të ul në tokë, të qetëson dhe të shpjegon qartë ku je dhe ku po shkon. Sot je i fortë, i qetë dhe i aftë të marrësh vendime që qëndrojnë. Shigjetari, sot mund të ndjesh gëzim të pastër nga lidhjet që ke me njerëzit. Kur je mirë me ata që të rrethojnë dhe kur ndihesh i sigurt financiarisht dhe emocionalisht, mendja të qetësohet dhe gjykimi të bëhet më i kthjellët. Kjo qetësi të çon drejt suksesit, dita të fton të organizohesh, të vendosësh përparësi dhe të mos shpërndash energji kot. Ke mbështetje planetare për të futur seriozisht në punë, për të kapur detyrat që ke lënë pas, për t'i rregulluar gjërat, për të futur rregull në kaos. Mund të ketë më shumë punë në shtëpi se zakonisht, por sot e ke forcën ta përballosh dhe madje të bësh progres të mirë në dashuri. Ndërsa dita kalon, kërkon më shumë qetësi dhe siguri se sa aventura të papritura. Stabiliteti sot të josh më shumë se emocionet e çastit. Mund të lindë një dakordësi apo marrëveshje që sjell paqe dhe kuptim të ndërsjellë. Gjithashtu, mund të ndjesh kënaqësi duke thjeshtuar diçka në jetën tënde, qoftë mendërisht, në shtëpi apo në rrethin familjar. Është kohë e mirë për të vendosur disa rregulla të reja, struktura të shëndetshme ose objektiva që forcojnë ty dhe njerëzit e tu. Sot ti nuk po vrapon pas botës, po ndërtosh themele të forta. Britsjapi, sot është një nga ato ditë kur një bisedë e thjesht me një mik të mirë të heq peshë nga shpatullat. Dikush mund të të dëgjojë me durim, të kuptojë dhe të jap këshilla që vërtet vlen. Vetëm fakti që hapesh pak, të jep lehtësim, me Venusin që ndriçon sektorin tënd shoqëror dhe lidhet bukur me Jupiterin dhe Saturnin, marrëdhëniet të ecin butë, pa konflikt, pa lodhje. Ti je më i hapur, më i ngrohtë, më i gatshëm të besosh të tjerët dhe të vetja. Këto energji rrisin magnetizmin tënd natyral, mund të vijë një val motivimi për të kthyer te projektet që i kishe lënë pezull. Mund të rivendosësh rregull, të rieditosh, të përmirësosh apo thjesht të vazhdosh diçka që për ty ka vlerë. Sot mendja është e qartë dhe e përqendruar. Një bisedë e ndërtuar me dikë, mik, koleg, bashkëpunëtor, mund të ketë ndikim të madh. Mund të dëlirë idetë, të ndihmojë të gjesh zgjidhje, ose thjesht të jap shtytjen që të mungonte. Njerëzit sot të shohin me respekt. Jo për atë që përpiqesh të tregosh, por për atë që je, i matur, i besueshëm, i qetë dhe i ndershëm. Vetëm prezenca jote mjafton që të tjerët të çmojnë, dita punon për ty, mjafton të jesh vetja. Ujori, sot hëna është në shenjën tënde dhe emocionet janë të gjalla, i dashur ujor. Por me Venusin në trin me Saturnin, intuita jote për biznesin dhe çështjet praktike është shumë e fortë. Ke mundësi të tregosh aftësitë e tua dhe të shfaqësh vlerën në punë, duke lënë një ndikim të mirë tek të tjerët në nivel profesional. Shpesh sot mund të marrësh njohje për talentin dhe aftësitë që ke, dhe marrëdhëniet me të tjerët janë produktive.
Marrëveshjet dhe bashkëpunimet funksionojnë mirë, duke të dhënë siguri dhe qetësi. Energjitë favorizojnë edhe rregullimin e çështjeve me para dhe organizimin e gjërave praktike në jetën tënde. Sot e shfaq vlerën tënde në mënyrë të dukshme tek ata që kanë autoritet ose tek bashkëpunëtorët, dhe kjo mund të ndikojë pozitivisht në të ardhurat e tua, tani ose më vonë. Njerëzit bashkëpunojnë, janë në kohë ose të gatshëm të të ndihmojnë kur ke nevojë. Marrëdhëniet dhe këmbimet ndihen të sinqerta dhe mbështetëse, në mënyrë popullore mund të thuhet: trego vlerën tënde me veprime, jo me fjalë. Sot është dita për të qenë i organizuar, i vëmendshëm dhe për të marrë fryt nga aftësitë dhe ndikimi yt natyror. Peshqit, sot mund të ndihmosh një mik ose një njohje, dhe kjo do të japë një energji të mirë dhe një ndjesë kënaqësie, i dashur peshq. Çështjet e dashurisë mund të jenë të pasura, por të qeta dhe intime, duke sjellë momente të këndshme me të dashurit ose partnerin. Nëse përqendrohesh tek detyrat pozitive dhe produktive, do të përfitosh shumë nga energjitë e ditës, veçanërisht ndërsa dita avancon. Je në formë të shkëlqyer për bashkëpunim me të tjerët, por edhe kur vepron i pavarur shkon shumë mirë, veçanërisht me studime ose projekte personale. Miqësitë mund të përfitojnë nga pak më shumë durim dhe pranimi i të tjerëve. Sot njerëzit vlerësojnë realizmin tënd dhe mënyrën e të qenit të sinqert. Me Saturnin në shenjën tënde, njohja dhe vlerësimi vijnë ngadalë, në copa të vogla dhe të qeta, jo në valë të mëdha, prandaj duhet të vësh re detajet për ta kuptuar. Por sigurisht që është aty. Sot është një ditë e mirë për të treguar vlerën dhe integritetin tënd pa pasur nevojë të bësh shumë për ta provuar, veprimet e tua flasin vetë. Mund të ndihesh i kënaqur dhe i qetë duke ndihmuar të tjerët, duke qenë i dobishëm dhe duke u treguar besnik ndaj parimeve dhe mikut tënd të afërt. Në mënyrë popullore mund të thuhet: bëj mirë pa pritshmëri dhe mira do të kthehet. Sot ky është mesazhi për ty, duke e bërë ditën të qetë dhe të plotë me momente të vogla, por me kuptim të madh.